Pas shumë peripecish, palë ndërhyrjes së prefektit të Shkodrës Pauli Radovani, në shtator do të nisë zyrtarisht mësimin shkolla 9 vjeçare Mark Lula. Lajmi është bërë publik gjatë një inspektimi që bëri zëvendësministri i Arsimit Nora Malaj, e shoqëruar nga drejtuesi i Arsimit dhe prefekti Radovani. Ndërkohë, paralelisht, shkolla ka filluar këtë të hënë edhe regjistrimin e fëmijëve nga klasa e parë tek e 9-ta. Sot fillon regjistrimi i parë dhe do të ftoja shumë të gjithë banorët e kësaj zonës, të gjithë zonës Marlulaj, të bëhen pjesë e regjistrimit të kësaj shkolle, e cila është ndërtuar me parametra europian, është një nga investimet më të mëdha që ka bërë Banka Botërore në kuadër të një projekti që ka bërë Bashkia dhe në partneritet me Ministrinë e Arsimit. Jemi në fazën që kanë përfunduar ndërtimet dhe të dyja institucionet kanë bërë dorëzimet, është në fazën që po përgatitet personeli arsimor dhe vëmendja jonë është që në këtë shkollë të ketë personelin arsimor më të kualifikuar dhe standardin më të mirë, pasi është domosdoshmëri. Është fakt që na vim këtu një kohë fushatet, por është një fakt që kam 2 vjet që merrem. E kam me qef më vonë kjo shkollën tonë, pavarësisht për nervozimeve, çfarë do krave qoftë. Falenderoj ministrinë që e ka lëzuar koaqme, edhe dakordsin e pushtetit lokal me bashkëpunu për me vunë shkollën punë. Unë do të lëj rolin e sa të mundëm koordinatorit, midis ministrisë, drejtorisë saj në Shkodër, drejtorisë zotnisë, edhe kryetarit aktual bashkisë, që shkollat përgatit, po ne gëzoft kush vjen. Varësi këtyre regjistrimeve, ne do ndërtojmë edhe strategjinë se si do funksionojë shkolla. E rëndësishme është që shkolla do jetë e gatshme e hapur për gjithë ata nxënës që do jenë pjesë e kësaj shkolle për shtatorin e ardhshëm. Zëvendësministria Malaj u përgjigje edhe pyetjes mbi akuzat e ngritura për lëshime të bëra në provimet e maturës me ndërhyrje të kandidatëve për kryetar bashkie. Në Ministrinë e Arsimit, në Komitetin e Maturës Shtetërore nuk ka ardhur asnjë denoncim. Historia e shqiptarëve është histori rurale dhe ngjarjet që tregohen janë gjande rurale. Kemi patur maturantë në zonën e Lushnjës dhe në zona të tjera në Peqin dhe në zona të tjera që përsëri janë penalizuar. Kemi patur mësues të cilët janë penalizuar në këtë gjë. Personalisht nuk më ka ardhur asnjë kërkesë dhe nuk besoj që ky standard i cili tashmë neve kemi vënë të jetë i tillë, pasi dhe rezultatet që dha letërsia nuk ishte gjë tjetër vetëm se kishim 1 pikë më shumë, do me thënë 1% më shumë se sa viti që shkoi me maturën shtetërore. Shkolla Mark Lula është një ndër institucionet arsimore të reja me kushte bashkëkohore sipas të gjitha standardeve europiane.